Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë hapi diçka e re për ty në jetën tënde? Pra, çfarë hapi diçka e re për ty në jetën tënde? Do të shikojmë. Diçka e re që hapet në jetën tënde për ty. Do ta zbulojmë me anë të shenjave të horoskopit, të tarotëve dhe me ndonjë mesazh që do na japin ëngjëjt. Pra, në moment je si e dyzuar, i që fashën dhe foli zëri të brendshëm për të marrë atë përgjigje pozitive që ti kërkon në jetën tënde. Do të bësh një udhëtim, ky është një udhëtim lumturie. Pra diçka e re do të vi në jetën tënde. Je një person shumë spiritual dhe shumë familjar, pra do të krijosh një familje. Je një person i drejtë që ky ëngjëll në univers të mbron jashtë mase, me fyllin e tij të argjend, ai me tinguin e këtij fylli, tingujt, ai largon nga jeta jote njerëzit negativ. Ke patur pak probleme në një marrëdhënie, por diçka e re do të vi në jetën tënde, sepse më del 10 e kupave, që tregon diçka të re, një marrëdhënie të re, një lajm të mrekullueshëm që do vi në jetën tënde. Ke pasur probleme, pak manipulime, njerëz jo fort të mirë, dhe kjo të ka mërzitur, mbretëresha e shpatave, për këto probleme, këto manipulime që ti janë bërë. Prandaja do të ndryshosh gjithçka në jetën tënde. Jeta jote do të marrë një ndryshim të ri, për mirë, do të hapen porta të reja. Sepse letra e drejtësisë tregon që ti je një person shumë i drejtë dhe ke pjesën e monedave, pjesën e punës. Ti ashtu si kërkon punën, ashtu dhe të rrjedhin monedat, ashtu të rrjedh bolloku. E ke hequr fashën dhe mendon për të bërë diçka të re në jetën tënde. Dyshi i monedave më tregon ndryshimet që do të ndodhin në jetën tënde, do të hapen rrugë të reja, dhe pjesa e bollokut, por dhe se pjesa e anës sentimentale. Çfarë më thon ëngjëjt në këto momente? Mesazhi i ëngjëllve për ty në këto momente. Prit thot, informohu mirë për këtë rrugë të re që po nis dhe jepi drejtim intuitës tënde. Gjithmonë me intuitën tënde do të marrësh thot vendime të duhura. Asnjëherë mos mendo negativisht, sepse duke medituar në botën tënde të brendshme dhe të besosh te kjo botë që ti ke, te bota e brendshme, lëri gjërat të shkojnë thot. Duhet të shërosh se bën pjesën tënde të brendshme, botën tënde të brendshme, të bësh një vetëshërim të bllokimeve të tua emocionale. Pra të jesh mirë me veten tënde. Të bësh atë shërimin tënd emocional në vetmin tënde. Të meditosh për të realizuar ëndrat e tua, që të bëhen realitet. Me kë rezonon? Me gërmëndë, me gërmëndë, A, G, S, B, Z, K, F, G, V, I, Y, M, O, N, R. Kurse me shenjat e horoskopit mund të me rezonoj me Ligjëreshën, Peshorën, Peshqit, Bijakët, Demin, Akrepin, Britjapin, Dashin dhe Shigjetarin. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot. Dhe thank you në qoftë se dëshironi video më të bukura me energji pozitive. Faleminderit.